Në Klinë u shënua 27 vjetori i rënies heroike i dëshmorit të kombit Arben Haliti. Në këtë rast, në përkujtim të tij morën pjesë organizatat e dalur nga lufta të kryesuara nga kryetari Hajdin Balaj, pastaj morën pjesë pashtu edhe kryetari i komunës së Klinës Zenone Lezaj me bashkëpunëtor, komandanti i policisë Ragip Bytyqi, bashkëluftëtar, miq, shok e familjarët e heroit Arben Haliti. Njëkohësisht u bën ndërime dhe vunë kurora lulësh të bushti i tij. Kryetari i komunës, profesor Dr. Zenone Lezaj, duke përkujtuar heroizmin e Arben Halitit, tha: E nderuara familje e heroit kombit Arben Haliti, bashkëpunëtor të Arbenit, të nderuar pranishëm, jemi këtu para bustit të heroit kombit. Për shumicën për neve është e freskët kujtimi edhe ngjarja, sakrifica që Ardeni dhe familja Haliti ka dhënë për lirinë e Kosovës. Lavdi e përjetshme jetës dhe veprës së heroit të kombit Arben Haliti. Në emër të familjes, duke i përshëndetur të pranishmit, Sami Kamberi u shpreh: Në emër të familjes Halitaj, falenderojmë secilin veç e veç për pjesëmarrjen tuaj të vazhdueshme në nderim e përkujtim të 27 vjetorit të rënies në alltarin e lirisë të heroit Arben Aziz Haliti. Falenderojmë thellësisht organizatat e dala nga lufta e UÇK-s, nivel lokal e qendror për kujdesin e treguar në vazhdimsi. Familjet e dëshmorëve, veteran, invalid e bashkëluftëtar të heroit Arben Haliti. Falenderojmë veçmas kryetarin e komunës së Klinës zotin Zenon Lezaj me strukturat komunale e po ashtu falenderojmë komandantin e policisë së stacionit policor në Klinë zotin Ragip Bytyqi me kolegë dhe gjithë ju të pranishëm që po vazhdoni të nderoni e respektoni heronjt dhe dëshmorët e kombit, të cilët dhanë jetën e tyre që ne sot po jetojmë të lirë në Kosovën tonë të pavarur. Andaj të nderuar të pranishëm, edhe njerë thellësisht faleminderit prej secilit dhe u akthefshim me gëzimin e familjet tuaja. Lavdi heroit Arben Haliti, lavdi heroit Faruk Elezi, lavdi gjithë dëshmorëve të kombit të rënë ndërshekuj. Faleminderit e respekt çdo herë. Faleminderit sa me atëherë më na kishte një lutje, kështu që jena të vazhdojmë rrugën të sheshi Faruk Elezi të tonë në ndërim atje.